nuk besoj që do të ishte e çuditshme që çdo antar i kryesisë të ofronte dorëheqje, sepse këtë edhe po e paralajmëron kryetari në dorëheqje. Fatkeqësisht kushtrim që LDK ka pësu debakël dhe kjo është fatkeqësi për demokracinë, sepse tash nuk e di kush do ta mbush vakuumin e kësaj humbje të LDK-s, ku kemi parasysh që unë nuk shoh shpresë te kjo parti që do të këndellet. Janë një mori arsyesh. Arsyeja e parë dhe pse mund të këndellet me ndonjë kandidat tjetër. Pse jo? Njëra ndër arsyet, edhe kolegët e përmend, edhe u çuditëm pak. Po ndoshta nuk o për mu çudit. Pse thanë me të drejtë pyetën pse zoti Lumer nuk dha dorëheqje çat natë kur u publikun Kosova, thash ashtu, me të drejtë. Po njëra ndër arsyet ka qenë se Lumiri ka thonë, sigurisht ka kontaktuar aty me antarët e kryesisë. Edhe i ka thonë, po du me dhonë dorëheqje, po nuk po ma merr mendja që të gjithë ata i kanë thonë ani jep dorëheqje. Mu po ma merr mendja që i kanë thonë, po ti jep dorëheqje, po a din që ajna tu dash me buna, kom po dojna me bu. Dhe po ma merr mendja që kjo pak i ka marrë kohë deri sa e ka shpreh këtë dëshirë të imponume, nëse mund të them ashtu, për të ofruar dorëheqjen. Dhe në anën tjetër po lën me nënkuptuar që unë po japi dorëheqje, po kuvendi nëse se pranon unë prap do të jem kryetar. Pse? Se nuk po kem zgjidhje, s'po kem çfarë me bu. Në një farë mënyrë. Tash si do të veproj kuvendi, ne vetëm mund të parashikojmë. Do shta kuvendi ka të qartë se ka do të jetë rruga, po kam dyshime që do ta ketë të qartë. Mos të harrojmë, 2021 ka pësu goditje cezariane. Kardinale. Dhe ndërkohë filloi pak më ngrit, se i pa disa fitore të betejave në zgjedhjet lokale, mor Prishtinën, pastaj e rriti partinë 5% dhe u rrit një farë shprese. Dhe shpresa ishte që më vetëvendosja nuk ka mundësi do të që t'i arri 51% dhe dal nga dal pushteti do t'a konsumoj dhe ndërkohë do t'i vi radha edhe opozitës. Dhe erdhën zgjedhjet e shkurtit ku si rezultat vetëvendosja arriti t'i marrë 42% dhe kjo përbente një lajm i mirë. Lajm të mirë për kundërshtarët që synim primare kanë pas jo merrzu vetëvendosjen, po mos me lënë mi marrë 51%. Por fati i tyre i keq ishin dy. E para që çështja e presidentit ishte çështje që duhej të adresoj me njëherë, dhe kjo e imponoi një zgjidhje që LDK në tuti edhe të bëj me opozitën, përpos jo me vetëvendosjen, dhe e dyta ishte që LDK-ja ishte në një situatë ku mendonte që nëse bëj me vetëvendosje nuk ka më kur farë gjasë në të ardhmen që të këndillet. Dhe ata e kanë përshtypjen që unë nuk pajtona me këtë përshtypje, kush shenë si parti e vogël në partinë e madhe, gjasët i ka i shumë të mëdha që do të dobësohet, që nuk është e vërtet. Se nëse punon mirë nuk dobësohesh. Po. Nëse s'punon mirë dobësohesh. Po. Tashti ne mund ta kritikojmë zotin Ramush Haradinaj kur ka qenë pan, është partia vetme që ka arrit mu forcu, nëse e marrin men. Ka 8% u bë 12%. Pse? Sepse i ka marrë disa vendime populiste të cilat e shpërblyen, siç ishte taksa, ishte Po kjo është çështje tjetër, je duke si do që tjetë, po veç po du me thonë, në argumentu që në këtë problem pra janë ata nuk pushojnë mos zgjidhje. 2021 e patën një farë zgjidhje. Tash mos pushojnë zgjidhje. Tani, kush janë opsionet? S'ka opsione, heq. Asnjë s'ka opsion. Katastrofë është. As Hikmeti Bajrami, as Abdullah Hoti. Ora nuk po du me folë ashtu me fanatizëm, si militant, po shumë e ka dyqysh rrugën e sigurt drejt shurjes. Shumë e ka të sigurt. Drejt shurjes LDK-ja. Një brend që është i etabluar partia më e vjetër politike në Jugosllavi, e para e regjistruar. Po, e para. Po thull drejt shurjes. Se kjo një deklarat. Po shumë këtë pas shef Lumiri mu këthy edhe njerë para zgjedhjeve. Mu këthy koha edhe njerë. Lumiri kish pas shef apo ti kishe pas shef? Unë jam i lumtur që i ka marrë 51%. Jo për ndonjë arsye tjetër, po me kriju stabilitet. Sa pshet që nuk bas